Partia Demokratike dhe alat të saj nisin fushatën me një përsi të pakrahasueshme me kundërshtarin ton, padrinon e narkoshtetit dhe bandat e tij. I gjithë vullneti njerëzve të lirë, njerëzve dinjitoz, njerëzve që besojnë në ligjin dhe kushtetutën, njerëzve që besojnë në vlerat, dhe jo në mandatet e marra duke arrestuar liderët politik të opozitës, jo në shndrimin e Shqipërisë në vendin e torturave, jo në plaçkitjet më të mëdha që ka njohur historia të qytetarëve shqiptarë dhe pamëshirësisë ndaj tyre. Pra, para qytetarëve shqiptarë ne shkojmë kokulur dhe ballhapur. Shkojmë kokulur sepse do të kërkojmë mbështetjen e tyre, do të kërkojmë zemrën e tyre, do të kërkojmë mendjen e tyre, por gjithashtu ne paraqesim një projekt që Shqipëria se ka njohur kurrë më parë. Kurrë. Ne paraqesim një projekt në pamje të parë i largët pak. Shqipëria madhështore. Por ne paraqesim një projekt që është absolutisht ëndra më e bukur, ëndra më e bukur e ditës dhe jo e natës, e çdo shqiptari, e çdo adhetari, e çdo njeriu punëtor, e çdo njeriu të lirë, e çdo njeriu me dite. Çfarë paraqet para tjetër? Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani sfundi i kanë ngel në gojë ku je kujtim, jepja ato musteqe ose bëj diçka me të se çmellet pas musteqeve tua burrë dhe kapten. Ku e kam kujtimin? Bravo. Ti kujtim se unë e ti e njohim atë nga ana psikologjike. Ja din ti arsyet pse ka atë, ai po tjetër punë tani. Nuk është çështje e kësaj mbledhje. Pra, një njeri që ka qeverisht 12 vite dhe nuk u thot dot shqiptarëve dot, su tregon dot shqiptarëve një arritje. A mundet kështu? Sepse nuk u tregon dot sepse edhe ato arritje që numërohen me gishtat e dorës janë të nxirra nga vjedhje të tmerrshme. Nuk e përmend dot tunelin e Llogaras, sepse shkruhet 50 milion të vjedhura me një dorë. Nuk flet dot për Unazën, që e mbylli përsëri, sepse 13 kilometrat e fundit i ndau në 14 kontrata. Nuk përmend dot rrasat e Gurit që ka shtruar shesht e qyteteve, sepse kanë kushtuar, sepse ka vjedhur me to 10 herë çmimin e tyre. Nuk përmend dot suksese, sepse ka mashtruar fjalë për çdo gjë shqiptar. Se u thoshte ujë 24 orë. Dhe tani ujë më keq se kur. Se u thoshte pensionet rrogat. Dhe tani, në qoftë se
rritet pensioni minimal aq, Shqipëria bjen katastrofë. Nuk përmendot të vëshën që e ushqimeve që do ulte. Pa çka se çmimet kanë shkuar në stratosferë. S'përmendot asgjë, asnjë premtim se që të gjitha janë mashtrime. Por mbi të gjitha, forcat tona politike janë forcat interesit kombëtar. Ne sbashku përfaqësojmë interesin kombëtar të qytetarëve shqiptar. Çfarë përfaqëson ai? Çfarë përfaqëson ai? Ai përfaqëson armikun, një nga armiqtë më të egrët të kombit në të gjitha kohrat. Ai përfaqëson njeriu. Ai përfaqëson njeriu që në 12 vite qeverisje përzuri nga Shqipëria 45% shqiptarve ndaj dhe u etiketuë si pashiqi i Tiranës. Ai përfaqëson njeriu e parë në Europë që vuri sankcione shtetit pavarur të Kosovës për llogaritë Beogradit. Miq, kush ka lexuar histori do të gjejë aty se Enver Hoxha i shkruante Stalinit, i thoshte shoku Stalin, Kosovën e la me Titon, me Jugosllavinë, se më e sigurt thot, më e sigurt me Jugosllavinë, dhe mendja na thot se vepruam drejt. Edi Rama Kosovën e la me Vučićin. Edi Rama ushtruan një argat Vučićit. Dy ditë më parë Departamenti i Shtetit dënoi. Sekretari Marco Rubio dënoi Dodikun. Edi Rama hesh si fije e barit për aktet e tij destabilizuese. Pra, kemi të bëjmë në këta aspekt shpëtimin e Shqipërisë nga një rrezik madhor antikombëtar që rrallë ka patur në histori si që është Edi Rama. Edhe njëherë, ne kemi paraqitur para shqiptarve programin më të bukur, programin më të mirë, programin e një Shqipërie vërtet madhështore. Shqiptarët duhet ta dinë ku e nisim ne këtë. Ku e nisim ne ndërtimin e Shqipërisë madhështore?